Të gjithë e dim vrasjen e cila ndodhi para 3 viteve të Liridona Ademaj. Edhe sot pas kaq shumë viteve përsëri qarkullojnë lajme për ta zbardhur rësisht këtë ngjarje, se çfarë pa Liridona Ademaj me sytë e saj që detyrua të vritej nga bashkëshorti në sytë e fëmijëve. Por dihet që Naim Murseli punonte për një nga persona më të famshëm në Shqipëri, Bexhet Pacolli, multimiliarderi i cili ka mjaftueshëm punëtor, i cili e vendosi atë si këshilltar të një nga kompanive të tij më fitimprurse. Biznesmeni Bexhet Pacolli, përmes një shkrimi, ka treguar se me këshilltarin e tij, Naim Murseli, tashmë i dishuar për pjesëmarrjen në vrasjen e gruas së tij, Liridona Ademaj Murseli, ka treguar se atë e njeh prej vitesh, kur Murseli ishte i afruar pas një sëmundje që kishte përjetuar. Pacolli shtoi se e ka ndihmuar në disa iniciativa biznesi. Naim Murseli e njoh prej vitesh, duke filluar nga momenti kur ai u ofrua si adoleshent pas një sëmundje që kishte përjetuar. Ai ka qenë pjesë e enturazhit tim që nga atëherë, ndër vite, ka shfaqur interes për iniciativat e mia në media sociale dhe kam pasur mundësinë ta ndihmoj në disa iniciative biznesi që ai kishte nisur që nga viti 2019, ka shkruar Pacolli. Ai shtoi se gjatë mandatit si ministri i punëve të jashtëm, Murseli ka qenë pjesë e përcjelljes së shumë figurave politike nga Suedia. Ai tha se nuk ka pasur dieni për ndonjë president konflikti për Naim Murselin dhe se nuk do e mendonte që ai do të punonte dhe do të bënte këtë akt kaq të frikshëm, sipas tij e quante tmerrues. Tragjedia e fundit më ka prekur thellë dhe bashkëndjej me dhimbjen e familjes së Liridonës dhe fëmijëve. Nuk kam pasur dieni për ndonjë president konflikti për Naimin. Jam i prirur të besoj vetëm në anën pozitive të njerëzve dhe nuk ta mendoja kurrë sa do të përfundonte një akt kaq tmerrues, është shprehur tutje Pacolli. Bexhet Pacolli mëtej shtoi se ka mbajtur heshti këtë ditë si shenjë respekti për vuajtjet e familjes së Liridonës. Por, a mendoni se Liridona ka parë diçka që e ka shtyrë Naimin ta eliminojë? Siç e dim, Naim Murseli kishte lidhje me shumë kompani të forta. Çfarë mendimi keni ju? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.